Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast. Përshëndetje, mirëmbrëma kudo që na ndiqni. Zgjedhjet pritet të kumtohen me rezultat përfundimtar së shpejti, por pikpyetja është a do të kemi president të zgjedhur. Në këtë klimë gati të paqartë politike, nuk ka zëra që e qartësojnë situatën politikisht, si nga partia e parë, se që përfundim do të ketë ky proces. Kam stuar për këtë krizë gati që 2 vite që po e karakterizon, po e godet Kosovën me institucione të paqëndrueshme, me një Kosovë të paparashikueshme gati politikisht. Analistin e njohur Albatros Rexhaj, faleminderit për kohën do diskutojmë edhe për mjedisin, habitatin në Shqipëri me këto protestat që hynë në javën e 4. Keni qëndrim minor për situatën atje me gjas në Kosovë për protestat, por ju shini president të zgjedhur në Kosovë? Faleminderit rreth parë për ftesën, është kënaqësi të jem në studion tonë edhe në këtë shtëpinë tonë të re. Është fati e tonë që në kohët fundit po jetoj në të 2 kryeqytetet, Prishtinë, Tiranë, më tepër. Nuk e bë dallimin. Më tepër në Tiranë. Ka përshon më shumë prirja. Domethënë të armën e shoh në Tiranë, time, domethënë kam filluar një farë tranzicioni në këtë drejtim, por normal nuk do shkputem. Ndjesh më i akomoduar. Ndjem më i vlerësuar. Më i vlerësuar. Ndjem më i vlerësuar edhe nuk mund të jesh profet në vend tonë, ndoshta është shpreha e vjetër. Njeriu nuk ka nevojë ta dëshmoj veten e vet në çdo ditë të re që lind, sepse del dikush atje dhe mendon që ti duhet t'ia dëshmosh një gjë nga e para. Tërkohën thunë në vetting je. Tu je tërkohën në vetting, pastaj është një gjë që këtu njerëzit kanë të trazon po shihet kjo. Njerëzit u sillen thoshte disa gjëra u ke borxh. Edhe përfshi angazhimin, përfshi përkushtimin, përfshi miqësinë, të tjera. Jo thjesht ajo ke borxh dhe jo që është kënaqësi dhe interes i dyonshëm. Por në radhë parë kënaqësi, pastaj normal bota është edhe interesa, do të jetë edhe interes i dyonshëm. Dhe unë në Tiranë kam gjetur këtë qetësi timen, nuk kam nevojë ta kaloj vettingun çdo ditë, nuk kam nevojë ta dëshmoj veten çdo ditë, dhe ndihem i vlerësuar në rreth shoqëror edhe profesional ku është edhe kënaqësi edhe interesi i dyonshëm. Por kjo nuk do të thotë që unë e du ma pa Kosovën, përkundrazi, unë gjithmonë do ngeli kosovar, domethënë shqiptari i Kosovës, edhe si themi dashunia ime e përjetshme është Kosova, është Prishtina. Unë edhe si intelektual, unë jam i lindur në Prizren, po si intelektual, si artist, si njeri që është marrë më shumë se 2 dekada me politikë, po jashtë vëmendjes së publikut, unë jam kriju në Prishtinë. I huaj në base të çmon më shumë, po themi huaj në... Unë jam shumë i lumtur që jetoj në kohën kur kufit sot janë vetëm vija, dhe jam shumë i lumtur që jetoj në kohën ku brezi i ri, nën 30 vjet, në mendjen e tij, hapësira shqiptare fillon në Konispol dhe përfundon në Preshev, domethënë ata nuk shohin Morina dhe Dormica, nuk ka kufi. Nuk jetë demarkim kufish, vija. Mendërisht ata jetojnë në Shqipëri natyrore. Është univers i konkurrencës në ekonomi të tregut, i asaj gare që mbasi nuk është e lehtë. Por Shqipëria natyrore ka lindë. Një mjedisin kur të nën, ndoshta më pak ta peshojnë rëndësinë. Po, jo, nuk mund të kesh profet vendin tonë. Kjo është, domethënë, unë kam pranuar këtë fakt, nuk është që e kam shpik unë këtë gjë, kjo është një maksime vjetër, thjesht, domethënë, unë nuk e luftoj, unë e dua vendin tim, dua të dal në këto kafe të Prishtinës ose të shkoj në Prizren të më thotë, u kënaqe ti në Tiranë, ose unë të maj mend ty kur s'ki ditë mi fshi qyrat, më kënaqa, ja, po, ose i kam ata kushërit e miq, kur shkoja verës në fshat, atje në Kabash, Kurish, ku më thonë, mon men, kur i kemi rujt 10 bashkë, e të tjera, dhe më kënaqe. Zjerin nga fjoki ato rrëfime. Rrëfime më kënaqe me ato, do më thonë, është pjesë e shpirtit tim. Si do ta zgjidhje temën e presidentit? Me qenë se Kosova shkoi në zgjedhje. Unë mendoj që formalisht edhe praktikisht. Presidenti për temën e presidentit. Presidenti do duhet të ishte simboli i unitetit në kuptimin e asaj që shkruan kushtetutë, por edhe zgjedhja e presidentit do duhet të ishte një lloj dëshmie e aftësisë së skenës politike për të demonstruar unitet.
Domethënë, nuk mund të krijosh ti një president i cili është simboli i unitetit nëse partitë politike, të cilat e zgjedhin presidentin, sepse presidenti nuk e zgjedh populli. Ta kemi qartë atë punë. Populli voton për qeverinë dhe voton për kuvendin, nuk voton për presidentin. Domethënë presidenti, por të zgjedhurit e popullit të zgjedhin. Presidenti është produkt i vullnetit politik të partive politike. Edhe tash nuk mund të presësh ti një president i cili është simboli i unitetit nëse procesi që e nxjerr atë nuk është demonstrimi i unitetit. Edhe unë këtu e shoh problemin, që partitë politike nuk e kuptojnë përgjegjësinë e tyre shtetërore për të demonstruar unitet. Po ja nisin nga opozita, se s'du ja nisin nga qeveria. Prirje për konsenzus, ndoshta. Për shembull, Lidhja Demokratike e Kosovës kërkon hisën pushtet dhe bën qartë atë punë. Domethënë ne do flasim për presidentin nëse do e kemi një marrëveshje gjithëpërfshirëse e kanë bërë qartë disa herë. Është legjitime, por nuk është demonstrim i përgjegjësisë shtetërore për të prodhuar unitet për çështjen e presidentit. Në këtë mendimin tim, dy forcat cilat janë serioze në këtë gjë, në këtë diskutim janë vetëm vetëvendosjet e Partia Demokratike e Kosovës. Po një PDK kërkoi marrëveshje politike ta zënë për kuvendin, për qeverinë dhe për presidentin. Marrëveshje ishte deklaratë e zotit Hamza. Të duket paradoks pak, i llojit që opozita të kërkoi. Por Partia Demokratike në fillimet e veta, kur domthon ka qenë e hapur drejt idesë së një presidenti konsensual. Edhe këtë nuk mund t'ja mohoj unë Partisë Demokratike të Kosovës. Normal tash kur e shef PDK-ja, LDK-n që lyp hisë, normal që do lypin hisë dhe ata, është gjë më normale në botë. Por hapi fillestar, Bedri Hamza i ka shkuar Albin Kurtit në zyre edhe ka pranuar idenë e një presidenti konsensual. Që ajo pastaj nuk është materializuar, është mohabet tjetër. Kështu që unë nuk më jam mohu këtë merit PDK-s. Unë mendoj që dy forcat, cilat janë e para dhe e dyta, në këto dy forca janë më serioze për me nxjerrë një president i cili s'paku do ishte i mbi palët. Unë mendoj që nëse del ky aktualisht, nëse del një president i cili do mund ta kryente funksionin që e kërkon kushtetuta, unë e shoh që ky president mund të më dalë vetëm në rezultat i një marrëveshje mes BDK-s dhe PDK-s, jo për qeverinë, se nuk do të ketë marrëveshje për qeverinë, sepse vetëvendosja i ka numrat për me bërë qeverinë, por një marrëveshje rreth presidentit. Edhe unë mendoj që kjo do vijë si rezultat i një më ta quaj kështu pajtimin mes PDK-s dhe VV-s nëse vim deri në atë pikë, nëse vim deri. Ça tregon klima sotme mjedisi sot në politikë? Klima sotme tregon një gjë, që Lidhja Demokratike e Kosovës vazhdon me kërku pazar, që për mendimin tim është legjitime. Por zoti Azhiri se nuk do ta bllokojmë Rexhaj. Nuk do të jemi bllokues. Do ta përdorim instrumentin e bllokimit. Për mas me përdor instrumentin e bllokimit, mjafton të marr pjesë votim dhe kryet ajo. Tha te kolegu Kërçuku. Mjafton edhe merr pjesë votim edhe marron ai mohabet. Çështja është që partitë përdorin bojkotin si formë për me arrit një qëllim politik, që është legjitime. Por arritja e qëllimit politik nuk do duhet të ishte hisën për shtet, sepse populli ka vendosje, ka dhënë vetëvendosjes shumicën përsëri për me qeverisë. Qeveria krijohet me gjallat e një, është standard kushtetues, marrë e mohabet. Por kanë të drejtë të insistojnë në një figurë konsensuale mbi palët. Mos ta kemi një notar të kryeministrit. Unë mendoj që një notar i kryeministrit nuk është mirë për Kosovën. Nuk është mirë as për vetëvendosjen, nuk është mirë një notar i kryeministrit. Duhet kemi një president i cili vërtet e kryen funksionin, qëndron mbi palët, ka autoritet, e ndihmon edhe Kosovën, e stabilizon skenën politike, edhe të gjashme, domethënë ka mjaftueshëm emra në këtë Kosovën tonë të vogël që mund të krynin këtë punë njerëzve që kanë. Problemi që nën tek pushteti, tek hisja në pushtet, pse po mban palët larg një kompromisi, ta them ashtu. Po është te hisja në pushtet dhe unë mendoj që është e padrejtë, sepse populli voton për qeverinë. Sigur vetëvendosja të kishte rënë nën 50, sigur të ishim në situatën e nën shkurtit, kur vetëvendosja i kishte 48 deputet, unë sa do dele dhe thesha Albin Kurti, ti duhet ta ndash pushtetin nëse do stabilitet, përndryshe zotni, pi 48 do shkosh 40 e do vazhdosh të bish. Populli i Kosovës, kur Albin Kurti kishte 48, u përgjigj me duke ia dhënë 57. Domethënë, ishte bllokada, populli përgjigj 57. Tash kur u kriju ky shtat re, populli i Kosovës tha, nuk mundesh me i marrë të gjitha. Unë kam qenë ai që kam thonë 60%, kujtohet ajo me emja ime, ma thonë 60% në për studio në Kleka, që në dëshirë imja. Populli i Kosovës tha jo.
Por njëjtën kohë populli i Kosovës nuk tha jo që ai ta ketë qeverinë. Si ja dha 52 deputet. Që kur e ke shumicën e deputetëve shqiptar, që zgjidhen direkt nga populli, ti ki legitimitetin për me formu qeverinë. Mbaroja e mohabet. E do kurti një president mbi palët? Unë do doja që do doja një perspektivë objektive. Unë do doja që Albin Kurti tjetë ta demonstroj që është i sinqert, kur thot dua një president mbi palët, ta demonstroj që është i sinqert, edhe që t'ja jep mundësinë partive tjera që ato ta demonstrojnë konstruktivitetin e vet. Ajo që ka unë lexoj është që partitë sot nuk duan zgjedhje të reja, sepse lodhjen e njerëzve, jo me zgjedhjet, po lodhjen me dramën, po e ndjejnë gjithë. Kjo drama politike nuk po shitet mua, kupton? Nuk po shitet mua kjo drama politike, po e ndjejnë gjithë. Kështu që unë mendoj që Albin Kurti si i pari, vetëvendosja si partia e parë, duhet ta demonstroj sinqeritetin. Kur është këtë demonstrim? Kush është ai moment që e vren këtë demonstrim? Jo, duhet ta, basi certifikohen rezultatet. Si do ta vreje këtë demonstrim të Kurtit, nëse nuk është deri tani, siç kemi parë, sepse unë nuk kam dilema në atë që Albin Kurti ka qenë i sinqert kur ka thonë mund ta kemi presidentin. E juj, mjafton të mos jetë kështu, s'du mi përsërit ato gjëra. Puna është që partitë nuk e kanë besu. Kanë të drejtë me dyshu. Tash mendoj që Albin Kurti duhet të shkojë pak më larg, që t'i bind gjithë, ta bëj përpjekjen t'i bind, se në fundit edhe me zorë suni detyron të besoj. Natyrisht. T'i bind që është i sinqert në ato që ta gjejmë një emër i cili është mbi palët, që mos thot atë pjesën sjellni 3 emra ande këndej, po thjesht jam i hapur për çfarë do gjëje që ju zotëri e mendoni që është rruga më e mirë për me zgjedhë presidentin. Po ama po flasim për presidentin, se puna e qeverisë përfundoi. Kur e bren këtë moment si njës i mirë i këtij lloji universi politik që prodhon, siç e tha, drama, konflikte mbase të pa konflikte të rreme politike. Kur e vren këtë moment kur nëse ju referohemi në deklaratë që dha vetë Kurti në një përurim në ngjarje këtu në Kosovë, kuadër të Ministrisë së Infrastrukturës, tha qartë Rexha që ai kërkon nga opozita të mos përdor modelin e bllokadës siç e përdori, të mjaftohet me ato se çfarë i kishte ofruar LDK-s. Po është fjala për qeveri, e përmeni Kurti vetë qeverin, mundësim për koalicion midis LDK-s dhe t'i kthejnë opcionit të tij të dikush. Është reprizë, nëse më tha, e shëni reprizë. Jo, nuk e shoh se është reprizë, për arsye se nuk e shoh sepse ti nuk ke partner serioz të Lidhja Demokratike e Kosovës për atë gjë. Nuk ke partner serioz, sepse në Lidhjen Demokratike e Kosovës nuk dihet kush shpen dhe kush paguon. Është kryetari Abdixhiku. Po nuk dihet kush shpen dhe kush paguon. Pavarësisht sepse aty e patëm deklaratën e Lutfi Azirit kundër deklaratën e Abdullah Hotit. Domethënë e kemi ca shkëndija që vijnë nga Erbengashi, edhe tregojmë që Lidhja Demokratike e Kosovës do futet tash në një periudhë të turbulencave të brendshme, që është gjëja më normale pas një debakli për herë të tretë. Kështu që ti nuk ke partnerët serioz të kjo pjesë. Unë e shoh situatën që lëvizja vetëvendosje, pas certifikimit të rezultateve, do të ngutet ushtruesjet e detyrës presidentit që ta thrasë seancën konstitutive më një herë, sepse nuk kemi kohë për të humbur, edhe do konstituohet kuvendi, Zonja Albolena Axhiu do të rizidhet kryetare e parlamentit, edhe më njëherë do të procedohet me zgjedhjen e qeverisë, me gjallë të 2 ose gjallë të... Mos procedohet sikur në vitin 2011 atë me zgjedhjen e presidentit në atë kohë. Jo, sepse nuk është situata e njëjtë, sepse në vitin 2001 nuk ka pas në vitin e presidentit shkoi vendin në zgjedhje. Në vitin 2001, 2011. Tash është vullnet i partive politike, ajo tash si... Pa e vren këtë vullnet. Por, në anën tjetër, nëse është dhe një rrezik, nëse futemi në zgjedhjen e presidentit më një herë, që ka qenë praktik? Jo, ka një rrezik futja në zgjedhjen e presidentit më një herë, çon paralizë, tash të tregoj pse çon në paralizë. Nëse futemi në zgjedhjen e presidentit, kuvendi i Kosovës nuk mundet me krye asnjë veprim tjetër përpos me vazhdu me procedurën e zgjedhjes presidentit. Fillon seanca dhe ajo mund të zgjat maksimumi 60 ditë. Domthonë nuk ka asnjë punë tjetër që mund me krye kuvendi. Po ti vullnet për të zgjidhet më. Zgjidhet Rexhaj. Nëse nuk ka gjë, unë në këtë seancë, si po thoni ju, mund futet
nëse shihet që partitë politike mund ta krijojnë një koalicion të madh. Që nuk ka vullnet për këtë punë dhe unë jam kundër këtij koalicioni të madh sepse elektorati i Kosovës nuk pedo këtë gjë. Ja ka dhënë Albi Kurit 52 deputet shqiptar. Nuk pedon elektorati i Kosovës. Por kur ti ka prirë të jetë më i afërt me LDK-n sa me PDK. Edhe tash, nëse unë nuk mund ajo përjardhje politike votuesve, Rexhaj. Unë nuk mundem me përjashtu mundësinë që në momentin e fundit vetëvendosja dhe LDK-ja ta bojnë një marrëveshje. Nuk e përjashtoj mundësinë, po unë jam dyshues që kjo mundet me ndodhë. Në bazë asaj që lexoj unë e shoh se situatën që Liga Demokratike e Kosovës nuk do të mund ta demonstrojë atë unitetin i cili i duhet vetëvendosjes për një diçka të tillë, se me 18 deputet, 52, edhe 52 që i ka vetëvendosja, 18 që i ka Liga Demokratike e Kosovës, sikur të jenë të 18-it në vijë, janë 70, plus minoritetet që nuk e bllokojnë këtë rast 11, bon 81 mjaftueshëm për me të kalu bllokadën. Nuk është problem. Nëse vendi me 7 qershor shkojë në zgjedhje për temën e presidentit, nëse konstituohet kuvendi i kësaj legjislature, po nuk doli në pikë në rënd të parë tema e presidentit, a shqini që vendi përsëri do të shkojë në zgjedhje? A do të qeni manovrim në një klim të skenareve reprizë? Jo domosdoshmërisht, sepse nëse nuk ka marrëveshje... Një indikator duhet jetë që ta vrenin vullnetin ndryshe politik, apo jo? Nëse nuk ka marrëveshje politike me LDK-n dhe kushti për marrëveshje politike me LDK-n është LDK-ja ta demonstrojë që i ka 18 deputet në vit, që nuk i ka, pra po insistoj këtë, nuk i ka, edhe nëse nuk ndodh kjo marrëveshje, që unë mendoj që s'ka më ndodh, me ditën kur konstituohet kuvendi do të zgjidhet qeveria. Do zgjidhet qeveria dhe do kemi një kuvend funksional për aq kohë sa lejojnë afatet kushtetuese. Do zgjidhet pas zgjedhjeve të 28 dhjetorit më njëherë. Apo një është një detaj shumë të rëndësishëm që është duket mungu në analistë. Unë pyetje po bëj, sipas zhvillimeve publike. Është detaj shumë i rëndësishëm është ky. Nëse zgjidhet qeveria me 62, si rezultati i faktit që s'kemi marrësi me PDK-n, marrëveshje politike nuk ka, ata kanë bërë qartë, që nuk ka marrëveshje politike me këta, ka thënë qartë, ka thënë Mergim Lështaku, as e vetmi hapësirë ku ata mund flasin, është presidenti. Sami Lështaku ka thënë, po bëhet koalicion me ta, unë dorëhiqem nga PDK, një kështim i hapur dhe publik. Është punë me PDK në punë e kryme, është bëhet, është gjë që nuk bëhet, është e dashur për të dy palë. Me LDK nëse bëhet mirë, po unë nuk shoh mundësi që bëhet, do bëhet qeveria me 62. Do kemi një kuvend funksional i cili do kalojë disa ligje që janë shumë të rëndësishme për Kosovën, mund të bëjë edhe ribalansin e buxhetit që është shumë i rëndësishëm për Kosovës, edhe partitë kanë një afat për me zgjedh presidentin. 2 muaj po. Jo vetëm 2 muaj, e kemi edhe problemin se me 5 tetor s'ka dhënë 6 mujori i mundësisë kushtetuese për të ushtruar detyrën e presidentit Kosovës. Do të kemi edhe një tjetër president me ushtrues detyre. Përsëri zonë Haxhi, edhe një tjetër mandat me ushtrues detyre për 6 muaj tjetër. Kushtetuta është e qartë që thotë. E qartë është po detyra e presidentit Kosovës mund të ushtrohet nga dikush tjetër. Betejat kushtetuese janë pafund me Rexhaj. Më le ta përmendoj fjalin. Kushtetuta është e qartë. Detyra e presidentit nga një ushtrues mund të ushtrohet më shumë se 6 muaj. Është e qartë kushtetuta. Që nuk kupton që me 5 tetor, nëse ne nuk kemi president zgjedhur, ne futemi në territor të pashkelur kushtetues. Domethënë, atëherë parashtrohet pyetja legjitime, kush është ushtrues detyre i presidentit. Do kemi palë që do e kontestojnë. Kryetari i kuvendit. Jo, kryetari i kuvendit, gjykatë, kushtetuta thotë mund të ushtrohet më shumë se 6 muaj. Kemi kuvend të ri. Prandaj po them, do të përdorin driblime të tilla politike për të quar rastin gjykatë kushtetuese mbase për të përshtatur një datë të re të zgjedhjeve të parakohshme, sipas kritikëve të Kurtit në kohën kur vjen Margata ata zonë dhjetor. Nëse nuk zgjidhet presidenti. Po. Nëse nuk zgjidhet presidenti dhe nëse ne do shkojmë, jo vetëm që do shkojmë në zgjedhje të reja, ato nuk e përjashtoj, dhe është rruga vetëm logjike kushtetuese, por do futemi në territor të pashkelur kushtetues. Do dalim në hapësirën që kushtetuta nuk e ka para pa. Kjo do më thonë është një situatë, është e pa precedent, është situatë e pa precedent, që nuk ndodhë kjo në Republika normale parlamentare. S'ka ndodhë në herë. Edhe tash ti mas mu ditë kush është titullar i shtetit. Se nëse titullar i shtetit kontestohet nga një pjesë e spektrit politik, ti ke problem në funksionalitetin legjitim të shtetit.
Edhe unë parashon një krizë më të thellë. Që është? Krizë më të thellë, do se sa, nëse ti nuk ke titullar legjitim shtetit, se presidenti është titullar i shtetit, domethënë është njeri I cili e ka atë vulën e sovranitetit popullit në formë formale. Dhe na jemi në krizë shumë madhe. Natën e zgjelës me 7 qershor tha ne që nesër dalim punë, ne jemi në punë, presidenca në punë. Ajo që nuk është në punë është opozita. Ne dëshirojmë atë ta kthejmë në punë. Ama mandati Gjati një këto manovra politike. Tuat ma thuaj si lexon këtë situatë. Kosova ka qeveri, domethënë pse thu pra pa titullar, ai po thot Kosova ka institucione. Ka qeveri, Kosova ka ushtrues të tyre të presidentit, por me 5 tetor, kur I ska dën afati 6 mujor I parapa me kushtetues, nuk e kam shpik unë. Domethënë ne futemi në territor të pashkelur kushtetues. Vendi do futet me një krizë. Kush galohet për të në Kosovë sot? Kush galohet në Kosovë për të nga politika? Do duhet galoheshin gjithë. Shene që janë të mërzitun, të rakosën për këtë punë, për universin kushtetues, se po të kishim vullnet mbase nuk do të lundronim këtë klim të krizës që prej 2 vitesh. Unë nuk dua që vendi të futet në territor pashkelur kushtetues për arsye sepse nuk vlen në rregullat. Jo, për arsye sepse dalim shumë jo serioz para botës. Por në anën tjetër, unë kam besim që gjykata kushtetuese do gjejë mënyrë me bëni harën aty edhe e zgjidh punën. Domthonë dalim diçysh. Edhe shkojmë në zgjedhje. Shkumja në zgjedhje për partitë opozitare nuk do të jetë e mirë. Për 2 arsye. E para nuk është më fenomeni Vjosa Osmani. PDK-ja është futur në zgjedhje. Ka marrë turn në zgjedhje. Brendshme, po? Jo në brendshme, në zgjedhje. Edhe në zgjedhje tjera, po. Po, në këto zgjedhjet e fundit me që ishin. Po, të 20.000 vota me pak. Po, u fut në këto zgjedhje, I deshti zgjedhje, duke kalkulu që Vjosa Osmani doja thyj qafën vetëvendosjes edhe Albin Kurtit. Nuk ndodhi kjo. Nuk ndodhi. Nëse nuk e çoi votën e LDK, apo të ndikim në bojkot të elektoratit. Vetëvendosën 100.000 vota rregjaj me pak. Po, ama bojkoti, në gjota kemi qartë, bojkoti ishte në të gjithë, ndaj të gjithëve. E vetmja e cila pi forcave politike të mëdha, e cila ka dalë më pak e prekur, domethënë nga bojkoti është LDK-ja për shkak të prurjes së votës që Vjosa Osmani e ka prunë në LDK. Përndryshe kjo trajektoria, vetëvendosja 100.000 vota më pak, PDK-ja 40.000 vota më pak, do e prekte edhe LDK-n. Tash LDK thonë s'ka sjell kur gjë Vjosa Osmani, nuk është e vërtetë. Vjosa Osmani s'u ka leju mu turpru keq. Kontributi Vjosa Osmani në LDK është që se ka leju LDK-n mu turpru keq. Edhe tash, por fenomeni elektoral Vjosa Osmani më nuk ekziston. Që nëse shkojmë prapë në zgjedhje, ta realisht rrezikojnë që vetëvendosja atëherë realisht I marrë të gjithë. Domethënë, unë mendoj që shkumja në zgjedhje nuk I konvenon askujt në rrethona normale, por e favorizon vetëvendosjen. E favorizon vetëvendosjen. Si nëse është I pari dhe ka përgjegjësinë, njerëzit nuk po e shohin. Ftoj të tjerë. Njerëzit nuk po e shohin ashtu. Njerëzit po e kushtojnë. As janë 100.000 vota me pak. Që nuk e duan njerëzit, siç e tha dhe jo, Rexhaj. Pse atëherë në vend Pse atëherë në Drenicë nuk dolën më shumë njerëz me votu në bastion PDK-s? Po kjo paradoks I llojit vet. Nuk është paradoks. Kjo tregon, shkënim ndaj Kurtit I zhdash ta kthej në vot PDK. Si opozitë, po nuk ndodhi. Kjo tregon domethënë që lodhja me drama I ka prek gjithë. Por ai un lodhur politikant, unë kam më shumë, unë kam besim më shumë në aftësinë e Albin Kurtit të mobilizoj dhe të nxjerrë mësime, të lexoj gabimet, ta kuptoj çka s'ka shku mirë, të krijoj vaksina politike, se sa që ka të Bedri Hamza të Lumir Abdixhi. Deri tash edhe janë këto indikacione Rexhaj? Po unë mendoj që Albin Kurti nëse shkojmë zgjedhje një herë kam I shpartallu keq. Cila është deklarata e Kurtit që çon ka vullneti I ri politik për ta shmangur krizën e presidentit? Cila deklarata e tij për shembull? Të ka bindur. Më e rëndësishme është që nuk bëri aso deklarata si pas non shkurtit, ishte shumë humble, ishte shumë për tokë. Ka shvendosur debatin duke ushqyer një konfrontim midis zonjës Mihalit Azëm
zoti Samil Lushtaku, zoti Përparim Rama. Është Edhe Përparimi, edhe Dejona, edhe Samia janë plotësisht të aftë, më kacafyt, me kënd dojnë 3 herë në ditë, çdo mëngjes, çdo drekë, çdo darkë. S'ka nevojë ata me i mësu kërkush. Përparim Rama është e qartë që e shfrytëzon momentin të jetë ylli i ri i situatës, unë e pëlqej Përparimin shumë. Për mua është politikani më serioz në Demokratikën e Kosovës sepse është transparent, ai nuk kompleksohet tjetë me uqënkar. Nuk jam lidhë kjo, thot. Tjetë me pëtë, jo. Nuk jam me lidhë kjo. Jo, ai doli në rendin e parë aty në zgjedhje me ata, edhe ai është shumë transparent. Unë e respektoj një njeri që është transparent, që nuk qyrë më ullë në 2 karrika, e ka karrikën e vet, e ka qëndrimin e vet, ajo është për tu respektu. Domethënë nuk ka. Tash Samil Lushtaku, i cili një farforme e ktheu borgjin ndaj atyne në parti, të cilët në heshtje deshtin me bëhen një distancim për ti. Ne jemi dhe Prishtina nga një vogël dhe i dim të gjëra. Një në gjërat, po. Edhe ai tregoj që me gjithate Samia është dikushi në Partinë Demokratike të Kosovës, edhe ti nuk mund është trashëgimin politike të Samil Lushtakut me fshi me një laps. Atë ushqen konfrontimin këto figura që me pamësu një objektivisht një afritë të leadershipit. Gjithatash, nuk është punë e Albin Kurtit me kriju, me reformu PDK-n. Edhe ai nuk don PDK-n me reformu, edhe është don me pasat PDK-n me cilën ajo është mësuar me pas punë, është legjitime. Edhe tash, për njëjtën kohë, PDK-ja nuk shihet që në PDK ka një vullnet për një gjenerat të re. Përparim Gruda më i votuari, Arin Tahiri më i votuari, Orian Ismaili më i votuari. Domethënë këto figura tradicionale janë poshtë. Por t'jesh i ri, edhe të kesh guxim politik, krijosh kauza të reja, sa ne janë 2 gjëra ndryshme. Kështu që PDK-ja, po unë PDK-n e fali, për arsye se PDK-ja është në gjendje kronike të traumës politike, për shkak situatës me dhoma speciale. Ti nuk mundesh me prit më shumë pikë kësaj partie. Ajo bile është të bo, shumë është të bo. Për mua, ata njerëz që e mojnë PDK-n stabile janë heroj partisë. Sepse ti një parti që e ka përballë një traumë kaq të madhe, dhe ti e mon stabile, nuk lejon rrjedhjet e elektoratit, po e ruan atë përqindje, do të tregon që është punë e madhe. Por normal që Lidhja Demokrat Park Vetvendosja ka dëshirë që t'i zgjedhë rivalët me cilët me pas punë, dhe ata ja dalin mirë. Tash nuk ka problemi Albin Kurtit. Kallëp ultimativ, me kallëp ultimativ po operon Kurtit, s'paku deri tani. Nuk do thosha që kallëp ultimativ, është kallëp i një njeriu i cili është i vetëdijshëm për forcën e tij politike. Dhe kjo forcë nuk mund ta zgjidh vetë presidentin, apo jo? Po nuk dohet me zgjedhë veç Albin Kurti president, do me zgjedhë të tjerë. Tash nëse nuk dojnë zgjedhje, duhet me dalë me një emër sinqert. Për shembull, nëse ata dalin me një emër sinqert, unë nuk shoh hapësirë që Albin Kurti do e thoshte jo. Pse nuk do duhet ta pranonte sipas ju përsëri zonën Vjosa Osmani? Çaj figurativisht e tyre ishte okay. Për jashtë vitet e fundit që Kurti u ankua sa ai bërë hije në marrëdhënie ndërkombëtare, domos me Shtetin Bashkuar. Qendrim publik të pastër, pa ekivoke, që Lëvizja Vetvendosje duhet është dashur ta rikandidojë Vjosa Osmani. Ne bë publike atë punë. Por unë kam pa Vjosa Osmani si pjesë e atij projekti të vazhdimësisë të projektit të përbashkët. Ta Kurti të tjerët mendon ndryshe, iguaj më vetë. Por edhe sikur ta kishte kandidu Vetvendosja Vjosa Osmani nuk do zgjidhej president, sepse partitë tjera nuk do e pranonin. Ka qenë e qartë. Se e sigurt në këtë. Ka qenë e qartë ajo punë që partitë tjera nuk do e pranonin. PDK-ja nuk do e pranonte. Lidhja Demokratike e Kosovës nuk do të mund të nuk e provuan këtë asnjëherë. Nuk e provua. Por tash Lidhja Demokratike e Kosovës u pozicionu pro Vjosa Osmanit në fund, pasi u pa duke dashur që të kapitalizojë mbi divorcin politik mes Kurtit dhe Osmanit. Zgjedhje përsëri se nga përgjigjet nga analiza gjithë rruga e 2-3 muajve të ardhshëm shihet që nuk është plotësisht e qartë. Unë shoh zgjedhje në horizont, por nuk do të doja që zgjedhjet të ndodhin, për arsye se Kosova do të ballafaqohet me këtë territorin e pashkelur kushtetues. Por zgjedhje do ketë, edhe unë mendoj që ato zgjedhje favorizojnë lëvizjen e Vetvendosjes në një kohë, në një klimë kur nuk ka të bëjë kjo vetëm kur zoti Kurti kërkon një president, nuk ka të bëjë kjo vetëm me vjeshtën, me ftoftin, me ato. Po datat i konvenuan politikës zoti Kurti, edhe ndjetor. Po tash i konvenuan apo?
Pas një diskutim. Dhe- Ka dhe Vjosa Osmani e Ishte pranoj një atë tregus, punë. po pra. Po prandaj po them në një kohë që shihet qartë sipas kritikëve që Kurti tani president që ati nuk i bën hije në marrëdhënie ndërkombëtare, që atë fuqi që ka për brenda Nuk do duhet presidenti me bëj hije kryeministrit. ti bëj kashillak. Nuk duhet. Nuk Nuk ka detyrë, ndodh. nuk ka detyrë. Ta E ka lexuar si e ke skuptojnë e ka lexuar si kushtetues këta si që të tillë. pretendojnë të E tillë. ka lexuar si tillë Sepse Kurti. politikën e shtetit e udhëheq qeveria, nuk e udhëheq presidenti. Ka sistem tipik parlamentar Kosova. Prandaj Edhe nuk e ka lexuar si tillë Me të drejtën. kontributin e zonës Osmanit, sidomos në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që Gjërata- nga atje ata- ajo përposhtë i thot Kurti që unë po të shpëtoj mbas edhe nga sanksionet, unë po e garantoj një Kosovë që mban partneritetin Dëgjoj. me SHBA-t. Dhe një Gabimi i Kosovë Zojës Osmani ka qenë kur ajo ka thënë nuk më lush bigjoz me fatin e e Kosovës. alatëve, po Edhe ai ka qenë në kuvend Kosovën fjalim Po, ka qenë gabim. Sepse është normale që në mes dy zyrtarëve shtetit të ketë përplasje dhe mos pajtime, por populli nuk duhet të di për ato gjëra. Dhe populli duhet të shohë unitetin veprues të institucioneve dhe ato gjëra duhet të zgjidhin në takime të mbyllura edhe të heci përpara. E shihni që Kurti Edhe pretendon në një momentin kur president. kur Vjosa Osmani ka dalë dhe ka thënë nuk unë luash bigjoz me fatin e Kosovës, unë e kam ditë që kjo punë ka marrë fund. Nga aty. Po, pavarësisht që unë kam dëshiruar që mos më të fund, jam angazhuar, kam dashur, kam bë, si thonë, rigja për atë punë. Por, ajo ka qenë rëndësishëm për Kosovën. Ajo ka qenë momenti Mirëmbajtja e raporteve me SHBA-t dhe me aleatet. Dëgjoj tash. Siç ka bërë zonja Osmani në vështrimin e shumë njerëzve në Kosovë. Por Arexhaj. shumë e drejtë dhe unë e kam vlerësuar Duke e për Kosovën që të mos shkputot nga këto raporte. Unë e kam vlerësuar Zojën Osmani për atë gjë. Duke për Kosovën pjesë bordit të paqes president Trump. E kam vlerësuar Zojën Duke Osmani. qenë Kosova me FSK-n sot në Gaza. Unë e kam vlerësuar Zojën Osmani për atë gjë, e ka vlerësuar dhe qeveria, për atë arsye e ka ratifikuar marrëveshjen. Dhe duan nuk ka pas problem në këtë gjë. Por në të njëjtën kohë, raportet me aleatët nuk duhet të jenë personalizuara, duhet të jenë shtetënore. Tash, unë kam një problem, dhe unë e di që këto biseda analizohen, përkthehen, diskutohen se kam punuar me të huaj vet gati 3 dekada. Por do jam shumë i kujdesshëm për zgjedhjen e fjalëve. Këto raportet tona me Amerikën nuk duhet çdo herë për çdo sen me kalu në drama alarmante, rrezikohen, do bëhen, do tërhiqet Amerika, do bëhen këto muhabete. Anu pratipatja tha vetë. Edhe Kosova po rrezikon të bësh mbetet jashtë një projekti strategjik të SHBA-ve për gasifikimin e lëndshëm në rajon. Por kjo tash. Unë do doja Nuk po e thojmë ne. Unë do doja që qeveria jon të gjejë një mes disa gjë. Unë mendoj që qeveria jon ka vërejtje legjitime në atë. Ju do të kishit hezitime ta pranojnë gazin e lëngshëm amerikan? Dëgjoj tash, unë Po ti ishe kryeministër, ç'do të bëje? Po sigurisht isha unë kryeministër, unë do të insistoja që lidhja natyrore energjetike e Shqip-Kosovës të jetë me Shqipërinë dhe nëpërmjet Shqipërisë. Së ndali kush aty? Edhe tash. Në gjithë të Normal, po normal, do synoja të balancoja gjërat, që dhe unë nuk po shoh që s'ka përpjekje mi balancu gjërat. Kush se ka ndalur Kosovën të bëjë edhe diversifikimin, as te departamenti amerikan i shtetit. Edhe tash. Por në anën tjetër, Kosova nuk është që nuk ka dhënë pak. Kosova jep për raportet me Shtetet Bashkuara të Amerikës jep në kontinuitet shumë. Për shembull, Edhe tash, një gjë ta kemi qartë. Mua nuk më pengon përfshirje si albatros, si qytetar, përfshirja e Kosovës në një plan që ata kanë. Përkundra, do thosh, okay, po e bëj. Po unë s'jam kryeministër. se do ta bëjë me zor apo me çmësi? Unë s'jam kryeministër. Nuk jam kryeministër, është Albin Kurti. Tash, një gjë tjetër ta them. Por në njëjtën kohë, sikur të isha kryeministër, nuk do e pranoja kurrë që dikush tash më thonë, ti, nëse s'bën që ky projekti, do më thonë, sikur që po interpretojnë disa nga opozitat të tjerë, na do prishëm Amerikën, Amerika del pi Kosovës e na merr Serbia. Do të mbushen me protesta tha Abdullahu te kryeministri. Abdullahu s'di çfarë flet. S'di çfarë flet. Kryeministri ishte. Ai s'di çfarë flet. Më kanë ka tregu populli i Kosovës çka mendon. Vota tregon thu. Po, të tregon po. Çfarë thashë? Raport Kosova. Raport Kosovës. Po zotin Hoti. Absolutisht. Po çmon fare. Xherra, marrë më vet. Edhe, unë më e përgjithësi për fjalën. Po, në rregull, po ta kuptoj. Dem kthemi temë borës s'ku marrë më Abdullah. Nuk mundën këta mos sjell. Thuaj se çdo gjë që bëhet do jetë alarmante. Shteti i Kosovës. Po.
është produkt i shumë faktorëve. Tash, shteti i Kosovës nuk është eksperiment. Nëse ndërkombëtarët tan kohën ne na kërcënojnë, se nëse zbohet kjo, ju nuk jeni, ta nuk duhet më harruj gjë. Që ne kemi pranu, për Bullgarinë si të folë për Washingtonin. Për Washingtonin, Brukselin, Berlinin, Parisin, Kosovën, gjithë, Rësi ka pas Washingtonin, po historikën tonë. Përgjithësi muaj për fjalën që Rregull? Jo, është juaj. Ne kemi pranu Republikën multietnike të Ahtisarit, ku i kemi dhënë një pakice, se në Kosovë nuk janë 40% Serb, nuk janë as 30% sikur që janë shqiptarë në Maqedoni, një pakice të vogël, i kemi bë faktor shtet formues. Kena pranu gjëra që asnjë shtet tjetër si kish pranu. Nëse këta zotnit dojnë me na thonë ne që Republika multietnike, që ne kemi dhënë maksimumin, është mohat në kom qelçta, ne na tregojnë, pe prishim këtë Republikën multietnike, po i kthehemi idesë tonë burimore, e cila ka qenë që shqiptarët kanë të drejtë në një Shqipëri natyrore. I kthehemi asaj, se prezidenti Ibrahim Rugova ka thonë që Shqipëria jonë natyrore është rikthimi në familje, pavarësia e Kosovës është kompromis, jo me Serbinë, por me bashkësinë ndërkombëtare. Nëse kjo që nga krejt në këmbë të qelçta, atëherë pe prishim vëlla lojen, mos ta aktrojmë multietnicitet, mos ta aktrojmë vlera këto muhabete, edhe po krijojmë shtete etnike në Ballkan, edhe po zgjidhim këtë problem. Çfarë ka komunitetin ndërkombëtar? Jo, ka shumë se nuk mund është non-stop me majt një popull nën agoni se unë kam e të braktis. Nëse braktisja është aq e lehtë, braktis na mor njerëz, sepse atëherë spaku po e dim që gjitha ka qenë aktrim, që kjo çdo gjë duhet më bë këtu sepse i konvenon X-it ose Y-it dhe flas për interesa rajonale këtu, që domethënë që shkojnë deri në Banjalluk që shkojnë ato interesa, edhe tash dhe ta braktisin, edhe po i kthejmë arbitrit. Shqiptarët sot nuk janë as shqiptarët e para 30 viteve kur s'kan pas kur gjë, ku edhe tash i kthejmë Shqipënisë. Edhe let prishin këto, let prishet Bosnia, let prishet Kosova, let prishet Maqedonia, let prishet Krejt, domethënë se nuk mund të shtimë. Shqipëria që atje në çon kjo situatë. Absolutisht, nëse ti e mon një popull ton në agoni se kam të braktis unë. Do thotë, unë Albatros Rita diçka flas, nuk jam unë që domethënë kam punuar me të huj 3 dekada, komuniteti ndërkombëtar më njeh më mirë. Nëse braktisja, kërcënimi braktisjes është, domethënë, braktis në mor njerëz edhe let marrën ky muhabet, se nuk po mu du me jetu në një republik ku 4% më dikton mu qysh unë ka me jetu. Nuk po du me jetu në atë republik. Kjo na çon ka? Edhe tash, domethënë, absolutisht. Tash nëse ne dojmë me pas sukses këtë Republikën multietnike, kur të ka Republikën e tretë. Nuk ka marrë e Republika e tretë. E ka 9 Republikë tretë, s'ka se prishet loja krejt. Po ndoshta është interes bashkimi kombëtar. Regja, ndoshta është interes bashkimi kombëtar. Një gjë dhe sen ta kemi çfarë. Në fund. Serbët janë ai popull i cili menon që ka monopol mbi shantazh, edhe ka monopol mbi dhunë. Ata non-stop kërcënojnë dhe gjithmonë i kanë fajt të tjerët. Dëgjoj, populli shqiptar është një popull shumë i urtë, është një popull shumë bashkëpunues, është një popull i cili ban çka i kërkohet atij me bë. Çka do që është kërkuar pe neve e kemi bë. E kemi pranuar Republikën e Ahtisarit. E kemi pranuar marrëveshjen e Brukselit 2013, për cilën s'kemi pas nevojë për të. Se na kanë thonë, e kemi pranuar dhoma speciale, domethënë sepse është dash m'ia bë shefin dikujt në Beograd atje mos më thonë që vetëm sa ta thoni nuk mund të theni që vetëm ne jam kriminal. Kanë bë krime gjithë. Edhe tash për me shpërndar përgjegjësinë. Pranum me i çu lider historik të luftës në Hag. Pranum gjithçka. Tash unë të braktisi, po braktisëm më njëri, braktisëm kjo agoni dhe ky aktrim let merr fund, let dihet ku jemi, dhe nëse ne duhet luftojmë prapë për lirinë, për dinjitetin, do të luftojmë, nëse do të hupim, po let dihet, po unë nuk mendoj që do hupim, sepse ky popull tash e mbron lirinë. Ky popull lufton për fyt për mbrojtje të lirisë. Nuk jemi më tash 99. Po me vokacion lufte. Jo dëgjoj, po kemi çfarë vokacion lufte. Po flas me vokacion lufte, di çfarë po flas. Sepse një gjë do kemi qartë, populli shqiptar është një popull shumë i urtë.
është një popull shumë i urtë. Arsyeja pse fiton non-stop Albin Kurti qëndron në faktin se njerëzve ju ka ardhur mojet hunës mikromenaxhimin nga të hujt. Ju ka ardhur mojet hunës mikromenaxhimin nga të hujt. Ju ka mojet hunës habitatis njerëz socioekonomik, një praktikë njerëzve. Smerrat kush me atë punë i dashtën, atë kanë më marrë me atë punë, me atë punë midis fukarallakut edhe ushqimi shpirtëror, thonë se ushqimi shpirtëror. Njerëzit do të merren me temën e fukarallakut në momentin kur kriza ekzistenciale e Kosovës hiqet nga tema nga rani i ditës. Kur hiqet kriza ekzistenciale e Kosovës nga rani i ditës, njerëzit i kthehen temave tjera. Populli i Kosovës është i vetëdijshëm për krizën ekzistenciale që e ka Kosova në çdo hap. Edhe tash populli i Kosovës me mesazhet e veta që i ban nëpërmjet vocës politike tregon ku qëndron. Duke u kryengrita dhe kundër Shtetit Bashkuar. Jo, kur kush këtu dëgjoj nuk është kundër Amerikës. Ka disponim anti-amerikan shihet qartë. Dëgjoj, nuk ka këtu kërkush kundër Amerikës. Njerëzit janë të drejtë. Në rrjetet sociale. Dëgjoj, njerëzit kanë të drejtë në artikulimin e menimeve të veta për politika të caktuara për gjona. Por populli i Kosovës është populli më pro-amerikan. Krijohet përshtypja që Kosova ka nevojë të çlirohet nga ndikimi amerikan. Jo, këto e bëni ju. E bëni ju këto se rrjetet sociale. Janë njerëz që shkojnë nëpër ambasada, thonë ky po ban anti-amerikanizëm. Qërë, dhe këtë intervistë që po ja punë, e marrin thonë që çka po thot ky trolli Albin Kurti. Por një gjë na kemi qartë, dëgjoj. Unë jam me Zalltë Albatros Rrezë. Edhe peshoj diçka në komunitetet ku këto muhabete bëhen. Unë besoj që shëson edhe ty ku ti pash njerëz me çastëri. Po ta shkojnë edhe nëpër ambasada, edhe se anë thonë që këta po shenjë anti-amerikanizmin e kur kush Kosovë nuk ushqen anti-amerikanizëm. Jetën publike Reza, prandaj po them. Kur kush nuk ushqen anti-amerikanizëm. Kosovë për njerëzve serioz flas, kur kush nuk ushqen anti-amerikanizëm. Albin Kurti nuk është anti-amerikan. Albin Kurti është kokfort. Po anti-amerikan nuk është. Albin Kurti është i majt, nuk është trumpist, nuk e mshef atë punë. Por nuk është kundër Trumpit. Tash me udhëheq betejat botnore ai në ideologjive me Trumpin. Se nuk e pranon gazin, po kërkon takim në shtëpi të bardhë këtu me këtë. Dëshon ta përdor takimin ose për të shkelur në shtëpi të bardhë. Dëgjoj të kemi qartë. Tash ç'është problemi? Nëse njerëzit Republika Serbe Bosnjës e pranon Kosova jo. Dëgjoj, nëse Republika Serbe e Bosnjës ti domethënë ja lejon bagi do gjona. Cilat? E heq Dodikun nga lista e zez. Kush sot Dodiku sot është faktor. Është faktor. Është njeri që udhëheq Republikën Serbe, vazhdon. Është faktor. E heq ti Dodikun nga lista e zez. Ai vazhdon me ato gjonat me Rusie, me tjera, ne kërcënon popull tjerë. Kërcënon domethënë Kosovën. Amerika thuj në shtrot Dodikun. Jo, si në shtrot Dodikun. Është ajo shpreha anglisht thotë they court him. Tash Albin Kurti ka të drejtë, domethënë, për një njoftë në Washington, si kryeministër i cili që i fiton votën në mënyrë brendshme, mi ashtru tapetin e kuq, edhe mi bërë fotografi, edhe në burr nuk je dele e zezë. Nuk je dele e zezë, se tash llogaritë që dhe ai vun pikë kësaj gjëje kuptimin se do asimetrit me Dodikun, jo, s'jam të asimetrit me Dodikun. Por nuk mund të jetë zotni Kurti Deli Aziz, se nuk është Deli Aziz. Nuk është zotni Kurti Deli Aziz. Edhe tash pas më tepër ai përfaqëson vullnetin e shumicës popullit shqiptar. Atë fuqi që ka për brenda, Kurti synon ta ketë po atë fuqi edhe jashtë në marrëdhënien ndërkombëtare. Ai nuk synon me. Të mos e ketë një president. Dgjoj, Albin Kurti ka pagu fatura për arsye se e ka mbrojt atë gjë që edhe diplomatët e huaj e kanë ditë që është ashtu. E kanë ditë që Kosova është Kosovë cep, e kanë ditë që duhet mushtria autoriteti, suvereniteti, kanë thënë po prit, Kosova ka prit non-stop, marë, s'ka kohë më me prit Kosova, sepse ose është Kosova, ose nuk është Kosova. Nëse nuk është Kosova, let na tregojnë që nuk është edhe pe prishin, pe bojmë Shqipni i krejt. Kush nuk ka thënë, kush ka thënë që Jo. Nuk është Kosova, kush ka thënë? Kadri Veseli. Kush ka thënë? Kadri Veseli, në një natë të ftoftë vjetore, kur i kanë shku ambasadorët e i kanë thënë, ju nuk guxoni ta bëni këtë gjë. Sepse ai ka thënë, nëse nuk jemi shtet, na tregoni që si jemi, po e lëm këtë muhabet. Njerëzit që kanë qenë në dhomë mund ta konfirmojnë këtë gjë. Unë kam shumë respekt për Kadri Veselin. Edhe tash Kosova ose është
ose nuk Këtë pikë në ardhë. Ose është ose nuk është Kosova. U mbush kupa. Ose po fol situatën si u mbush kupa. Është mbush bre kupa, është mbush sepse njerëzve nuk mund të rrimë. Po rilindjasve. Asaj platforme për bashkimin e ekrahinave. Ne jemi përcaktuar. Mase ka qenë platforma me unike. Ne jemi përcaktuar për Republikën e Kosovës, shtet multietnik, sipas mënyrës si e ka dashur Bashkia Ndërkombëtare. Ne jemi shumë sinqert, shumë serioz në këtë punë. Por nëse Bashkia Ndërkombëtare nuk është, le të na kallëzon. Ne apo Bashkia Ndërkombëtare? Ne të na tregon se nuk mund të rrim ne nën presion, nën stop që duhet më apo çevi Serbisë. Nuk mund të rrim. Le ta thojmë, pe prishim këtë punë. Bëm pishmon që e bënë matë? Jo. Të tjetë thonë kështu, mërë, ne jemi shumë serios në këtë punë. Ne jemi shumë përkushtum këtë punë, Republikën Atisarit. Jemi shumë përkushtum Republikën Atisarit. Ne nuk po dojmë ma shumë se sa që na ka dhonë Republika Atisarit, por nuk mund është ti me pas tash shtet mrena shtetit Serbi mrena Kosovës 20 vjet mas shpalljes pavarësisë, 18 vjet mas shpalljes pavarësisë, 27 vjet mas çlirimit. Domethënë ata kanë të drejtë me pas Serbi mrena Kosovës. Pse marrë skemi na Kosovë mrena Serbisë? Pse s'ka Shqipni mrena Serbisë? Hajt, spedojnë Kosovën. Pse s'ka Shqipni mrena Serbisë login të është historisë tani. Domethënë tash. Historisë, Republika e Kosovës si projekt ndërkombëtar është tampon zonë ku që nuk lejon nacionalizmin serb me marrë malin, po dhe nuk e lejon nacionalizmin shqiptar me marrë malin. Edhe tash, Republika e Kosovës, si shtet që ekziston funksional, shtet i suksesshëm, është garant për stabilitetin Republikës në Maqedonisë Veriut dhe garant për stabilitetin Republikës Malizi. Prishet Kosova, prishet gjithçka. Do më thonë, komplet stabilitetin në rajon shkon falë për shpreje për lesh. Shtu që nuk guxojnë ne me na majtë në gjendjet ankthit. Po flet nga fundi i barkut. Po flas sepse unë kam qenë pjesë e proceseve Ridvan 27 vjet dhe diçka flas. Edhe tash nuk mundemi ne të jemi këtu tash tankohën si hapësirë për me kompenzu interesat tjera ose me ja bë çefin Vučićit dhe Serbisë. Në këtë pikë. Kosova, kjo multietnike e Atisarit, edhe Albin Kurti nuk e sfidoi, po domethënë që ato çka për të jemi pajtu ta zbatojmë. Po jo t'ja bëjmë qefin non-stop Serbisë, edhe jo tash të rrim gjendje në ankthi se Bashkia Ndërkombëtare ka më na braktis. Po let na braktis mor njerëz, edhe ti kthehemi të prishet loja, nëse e gjitha ka qenë aktrim, nëse e gjitha ka qenë fars, nëse do gjatë, kthehemi, por nuk jemi ne ata shqiptarët e dobët më. Nuk jemi më shqiptarët e dobët më, nuk janë shqiptarët, domethënë delet e botës që ki mund është tash ti me bë çka don me te. Ky popull e mbron lirinë. Domethënë aty unë mendoj që krejt partitë bin pajtim. Gjitha partitë bin pajtim, nuk ka kjo shpikje vetë vendosur. Një bilanc gjithë kjo citat duhet ta ketë, se ku ndodhesh një zhvillim tjetër që po lëkund mbase themelit politike gjata të kryeministit Edi Rama në Shqipëri ka të bëjë me protestën që në sytë e media fshihet masovike. Jo ndër të pak jeni ta them po ndër të pak jeni regja në Kosovë që jeni në mbështetje të zotit Rama, nëse mund ta them aty. Unë për dallim prej këtyre kosovarëve tjerë që shkruajnë statuse dhe dalin në shesh atje dhe bëjnë video, për shembull ai deputeti do të Tiranës, unë jetoj atje, edhe kam një lexim ndryshe. Cili leximi? Leximi është që domethënë për kraja për Edi Ramën është reale. Tash paknatësitë nuk janë ndaj Edi Ramës, paknatësitë janë disa gjonave. Të shtrezume, po. Të shtrezume, për të cilat për shembull Edi Rama sot në një letër të gjatë që e ka nxjerrë në Facebook, e ka treguar Edi Ramën që e njohim ne intelektual që gravitojmë në Tiranë, që është një njeri që mendon, një njeri që e ka breng proceset, i ka breng hallet e njerëzve, e ato ai nuk e ka atë aktrim. Në anën tjetër, tash 5 kërkesa politike po. Edhe në momentin që ato kërkesa politike u bën, artikulun asoj, ajo punë ka marrë fund. Triton Konxha i tha. Edhe ka marrë fund ajo si mohabet, nuk mendoj që tash nuk është më protest për ambientin, për Zvornecin, për atë skrinën e tmerrshme
të asaj që ka ndodhur. Unë mund t'ju them që në momentin e flamurit të Izraelit po. Apo tërheqën zvarë aty. Po aty një, për shembull mund ta ndaj një moment me ju, kryeministri Rama ka qenë në një duke pa kur e ka pa atë skenë, ai është revoltu atë shumë sa që të mos them që ka përmbys gjithçka që ka pa. Ka qenë një revoltum dhe kjo është arsyeja pse shteti ka reaguar shpejt. Domethënë ka heq drejtorin, ka reaguar në mënyrë të ashpër shteti, ka reaguar në mënyrë të ashpër dhe sot në deklaratën që ka dhënë Edi Rama thotë revoltohen me të pasurit që menojnë që kanë lekë dhe tash e bëjnë ligjin. Domethënë ai ishte shumë i qartë në atë që e tha. Edhe tash nuk është më ajo po thoni që këta protestues nuk e përfaqësojnë atë masivitet. Ajo në ditët e para protesta ka qenë një shpërfaqje natyrore e mlefit për atë gjën që pam. Po. Për shembull, sikur mos kishte reaguar shteti, dhe unë do isha në shesh, dhe unë do protestoja. Por shteti reagoi. Pastaj, me kohën njerëzit cilët realisht ishin të revoltuar për gjithë asaj gjëje, u tërhoqën nga protesta. Sot në protestë nuk ka shumë pak nga jo energjia burimore. Edhe kjo tregon në vend ngjarje nuk kam qenë, por në media në media serioze të Shqipërisë që masivitet. Dëgjoj tash. Këtu është kryeministria. Po. Këtu është kryqi i Rognerit. Po. Te kryqi i Rognerit vendosen disa makina ku janë kamerat që regjistrojnë knej. Domethënë nuk shkojmë as deri te kryqi. Edhe fillon, këtu është laguna, që shkojmë blim pica 150 lekë. Edhe tash, kjo në maksimumin e vet vjen deri këtu është plot, edhe pastaj ka diçka kështu. Domethënë kjo është hapësira që mbulot, që nën kupton që këtu janë 200.000 vete, si thonë njerëzit. Por në atë kohë nuk janë pak. Të kemi qartë. Por në perimetrin jashtë kësaj, këtu ka restorane, ka kafe. Njerëzit vazhdojnë jetën normale. Po. Domethënë nuk ka protesta nuk është e dëmshme. Po, nuk ka frikë, nuk ka frikë, domethënë nuk ka diçka. Tash, në shtunën ishte maksimumi i angazhimit edhe aty pat shumë njerëz që nuk ishin nga Tirana, që edhe në disa që nuk jetojnë në Shqipëri fare. Kosova, Shqipëria, Maqedonia veriut. Edhe kjo domethënë Lugina Preshevës. Edhe kjo domethënë e krijon një averzion te tiranësit. Averzion? Krijon një averzion te tiranësit. E shohin si yrësh të panevojshëm thonë. Domethënë si të na dukej neve në Prishtinë me ardhë njerëz. Domethënë edhe tash se tash për me ndryshu Shqipëria duhet me ndryshu Tirana. Po nuk ndryshoj Tirana, nuk ndryshon Shqipëria. Shqipëria re kanë paruar, për Shqipërinë e re. Pse në Shqipëri? Cila është sot? Shqipëria e re, unë s'kam qartë që do është ajo Shqipëria e re, kur kush nuk e ka qartë. Asnjë qarta kërkesat që patën gjë? Ja, ato janë kërkesa. Ato janë kërkesa politike dhe mendoj se me artikulimin aty në kërkesa politike ata ja kanë bërë shërbimin më të madh Edi Ramës, në kuptimin sepse kanë shkel në terrenin që Edi Rama njeh më së miri, që është terreni politik. Është në rrugë për të shu protesta? Nuk po them që është në rrugë për të shu protesta, por sa ajo protestë nuk duhet në mendimin tim edhe të shuhet, njerëzit kanë të drejtë me vazhdu, por është në terren politik tani. Terreni politik është terren nuk është që është terren politik. Nuk është më protesta duhet ketë edhe kërkesa. Jo. Përderisa ishte terreni i mllefit popullor, ishte situatë tjetër. Ma kritike thua. Ishte shumë kritike në kuptimin domethënë që sikur të kishin me dalë në rrugë 300-400 mijë njerëz, se Tirana ka potencial me nxjerrë 300-400 mijë njerëz në rrugë, dhe atëherë unë nuk mendoj që do mbijetonte Edi Rama në këtë kuptim, sepse njeriu Rama flet për ndikimin e faktorëve të jashtëm, përmend faktorin iranian, greke të tjerë që fërkojnë durt. Edhe sepse Edi Rama nuk është i çmendur, nëse ai shet që populli nuk e don, ai nuk merret me atë punë, ai është asë tipi, domethënë. Ai ndjen që kontratën me shqiptarët nuk e ka të rrezikuar. Ai ndjen që kontratën politike me shqiptarët nuk e ka të rrezikuar. 14 vite në pushtet? Po, dëgjoj tash. Helmut Kohli ka qenë 16, Angela Merkel 16,
Edhe nuk është tash detyrë. Nuk është detyrë e Edi Ramës tash me ia gjetë opozitës një kampion I cili ka mërzuar Edi Ramën. Nuk është detyrë e tij, është detyrë opozitës me gjetë kampionin e vet. Dhe Edi Rama ka kontratën stabile me popullin shqiptar. Me pushtetin, dashuri platonik apo me popullin? Ka kontratën me popullin shqiptar. Njerëz votojnë për Edi Ramën. Njerëz votojnë për Edi Ramën dhe aty ka njerëz. Sistemi është majoritari, një reformë zgjedhore mungon atje. Nuk është si sistemi proporcional. Shqipëria e ka sistemin më të mirë mundshëm. Që ka sistemin që nuk I lejon aty më bë 3 parti të vogla, nga 2-3 deputet dhe me marrë gjysmën e pushtetit. Demokraci. Kur e punë, Shqipëria ka pagu fatura për atë gjë, kur ja ka leju Ilir Metës me 5 deputet, domethënë me mojt peng një shtet. Ka pagu fatura Shqipëria. Domethënë formula cilën organizohet zgjedhjet në Shqipëri është rezultati I reflektimeve të njëpasnjëshme për shkak të traumave politike që qeveritë të ndryshme kanë kalu. Mandati I parë I Sali Berishës është mandati I artë I Sali Berishës 2005-2009. Ka bërë punë të jashtëzakonshme, ja ka pranuar dhe Edi Rama. Mandati I dytë, ku ai detyrohet me dal pushtetin me Ilir Metën, është mandati që e fundos ato. Edhe e kthen, domethënë, një njerëz që shqiptarët përsëri akuzojnë. Po të pëlqen ideja që t'i lëm një njeriu gjithë pushtetin? Jo, dëgjosh. Edhe tas. Sepse një parti me 5 deputet e mori gjysmën e qeverisë. Pastaj ku shoh ekuilibri pushtetit në Shqipëri? Ilir Meta, njëjtën e bëri edhe me Edi Ramën, edhe Çfarë presidenti ka sot Shqipëria? Cili president e ka Shqipëria? Çfarë ekuilibra bën ai? Nuk ka detyrë ti me bëj ekuilibër mes partive politike, se kjo është një fiksion I Kosovës. Kjo është një fiksion I Kosovës. Është fiksion I Kosovës. Ne jemi republikë parlamentare, Shqipëria është republikë parlamentare. Pushteti I takon atij që ka shumicën. Po jo të bësh të dua. Marrë ti zotnit, populli vendos për atë punë. Nëse ti abuzon me besimin popullor, populli të ndërshkon me votë. Jo, populli ka votuar për një kushtetutë të zënë që të ndaj pushtetet, balancoj ato. Pushteti legislativ, ekzekutiv dhe gjyqësor. Apo nëse kontrollon pushtetin gjyqësor, populli do duhet ta. Kush po kontrollon pushtetin gjyqësor? Nëse pushteti gjyqësor alo kontrollon PDK-n në Kosovë. Nëse, si e kontrollon PDK? Alo janë njerëz në PDK si ka vendosur PDK-ja. Tash këta po thonë, aman, se kjo vjen partia tjetër I vendos vet. Fal, ta janë njerëzit tonë, domethënë, janë njerëzit tonë. Këta që juristat e ri janë bitë juristave të vjetër, mos bëjmë drama kot. Po mos bëjmë drama për referenca kushtetuese bazuar në përvojat perëndimore të gjata të tablore. Mos bëjmë drama kot, mos bëjmë drama kot. Cila drama? Mos bëjmë drama kot. Sta juristat tonë janë bitë juristave të vjetër, janë familjeve tonë. Edhe tash, nuk mund është ti tash me supozu që një jurist që e propozon mazhoronca re edhe kalon nëpër ato filtrat, domethënë që I ka para pas sistemi, patjetër është I njanshëm. Jo, nuk po paragjykoj, po shqetësimi ekziston mbi bazën. Edhe tash, jo sepse ky tash I ka njerëz të vet të Këshillit Gjyqësor. Po kush I pat ata më herët, është e njëjta gjë. Edhe tash Shqipëria është habitat tjetër politik pi habitatit në Kosovë. Normal do lind dikush që do e zaventësoj Edi Ramën, por nuk mendoj që zaventësi Edi Ramës do vi nga opozita, sepse opozita në Shqipëri është në një gjendje, mund të thonë, ta quajt vdekjes klinike. Dhe nuk po I zgjedh. Sikurse opozita në Kosovë thonë? Jo, opozita në Kosovë është vibrante, opozita në Kosovë është aktive. Opozita në Kosovë ballafaqohet me dy gjëra. E para është kriza ekzistenciale që ka PDK-ja, që unë mendoj merr fund në korrik. Shpresoj merr fund korrik. Pasi mund të shtyhet. Po, mos e merr fund. Edhe fakti është kriza identitare që ka LDK-ja. Por në momentin që këto procese marrin drejtim, Kosova ka, domethënë, potencial, partitë politike në Kosovë kanë potencial me bë mrekullina politike. Në Shqipëri është pak, TPD-ja është pak më e thellë kjo gjë. Domethënë është pak më e thellë. Edhe për të arsye aty domethënë pas Berishës do duhet kohë që Partia Demokratike e Kosovës e Partia Demokratike e Shqipërisë ta rinovoj kontratën e vet me kontratën politike me shqiptarët. Kështu që kushdo që e zaventson Edi Ramën do vinë nga Partia Socialiste. Shënjë zgjedhje të shpejta në Shqipëri apo jo? Jo, më çfarë s'ka shumë. Fare thu. Pse s'ka nevojë më zgjedhje. Presion nuk ndodhet Edi Rama, e pat takimin në Gjermani. Edi Rama nuk e pranon pensionin. Është një gojdhon politike në Shqipëri që se Edi Rama është se duron presionin, se Edi Rama është kështu, jo, Edi Rama
5 parë pa të punë jap. Hiç përbashkëtan mes Albin Kurtit dhe Edi Ramës, se domethënë ata kokëforcia thon. Jo kokëforcia, është vendosmëria. Kokëforcin po e miklon me vendosmëri. Vendosmëria është domethënë po ja pamër vendosmëria. Vendosmëria domethënë e kanë të përbashkët, domethënë Edi Rama bashkë 5 parë nuk e pra të punë. Por Edi Rama e ka një veti që në Shqipëri mungon, ajo është aftësia e tij për të reflektuar. Cili reflektimi ti? Edhe tash, aftësia e tij për të reflektuar. Cili? Edhe ai viç ka dhënë shenja, domethënë që nëse do bëhet Shqipëria e re, do bëhet nëpërmjet reflektimit të Partisë Socialiste. Dhe do jetë evolucion natyror i Partisë Socialiste. Domethënë do jetë faza e re ku Partia Socialiste do e çojë Shqipërinë. Nuk do jetë përbim preja vet, zotin Rama, preja vet. Po e përbin atë betejë që bëri edhe ndaj figurave si thuhet socialiste, ndaj rivalive politik me rrjetet sociale, me një platformë sistematike, apo e godet pikërisht menyja vet, ajo pjata e tij, ushqimi i tij që kishte servuar për tjerët. Jo, nuk është ajo, sepse ajo çfarë ndodhi tash në Shqipëri, ajo çfarë ndodhi tash në Shqipëri është më komplekse se sa kaq. Është e shpjegueshme po. Është më komplekse se sa kaq. Aty ka, domethënë, mbi një mllef legjitim që lindi prej një situate që vërtet ishte shumë e shpifur, ajo që ndodhi me atë tërheqjen zvarr, pastaj u bë vendosën interesat të tjera mbi atë gjë. Po tash situata e ka marrë atë fazën, rrugën e rezolucionit natyror. Një gjë duhet të them. Edhe po e them në studion tonë, se unë jam duke punuar një shkrim dhe do e bëj edhe shkrim. Në Shqipëri ka korrupsion, njësë që ka korrupsion në vende tjera. Korrupsioni është endemik kudo në botë. Jo. Si endemik? Po e relativizon situatën. Jo, ka korrupsion kudo në botë. Tash, ajo që ka ndodhur. Po i bën avokatin pas e pa nevojë. Jo, s'po bëj avokatin unë di se flas. Edhe tash. E jemi më thonë që po i bën. Por ajo që ka ndodhur është që ne shqiptarët jemi shumë të artikuluar në ngritjen e zonën percepcione. Për shembull, a është Shqipëria e korruptuar? Po, është e korruptuar. Kush është i korruptuar? Gjithë janë i korruptuar. Po a din ti një rast? Po di plot. Po për kanë bëhet fjalë, po se di tamam se din ai tjetër. Ka thënë dikush. Ka thënë dikush se domon. A ti kishte thënë dikush tjetër? Dikush tjetër, domon, është percepcioni. Tash politika ka rëndësi percepcioni. Për politikanta, po. Po, absolutisht. Por percepcioni nuk është fakt, domon. Edhe tash percepcioni nuk është fakt. Percepcioni nuk është fakt. Tash jo në raport ato që mosin. Jo, percepcioni nuk është fakt. Edhe tash për me ndryshuar sistemin, duhet edhe njerëzit të kenë guxim qytetar, duhet bëjnë denoncimin. Shqipëri o problem bre me dal dikush dhe me denoncu dikran. O problem, nuk është kulturë, nuk ekziston kultura denoncimit qytetar. Çfarë simptome kjo? Edhe nuk ekziston kjo kulturë që më shku filani dhe më thonë, unë jam viktim e Ridvanit, se Ridvani ma ka kërku kështu, stela i burë. Kjo është rezultati i një besimi të cënuar ndaj sistemit, ndaj institucionit. Pit 45. Ka një simptom. Pit 45. Ende kjo e maton. E mban, domethënë e mban është ajo gjë që faza e ardhshme e zhvillimit të demokracisë në Shqipëri është që të implantohet guximi qytetar, që qytetarit merr përgjegjësi. Por në njëjtën kohë, nëse ti je ai që denoncon dhe bën një betejë, mos më qush është një më thon, a budalla që ishe ti. Pse si edhe do parë më? Pse se kryve punën, a butan? Po kjo mentaliteti shqiptar. Kjo është mentaliteti shqiptar, se nëse ti është hall me bë gjën e drejtë, është hall mas me bë gjën e drejtë. E fundit Albatros. Kështu që por e fundit do doj, po, për popullin e Kosovës. Për popullin e Kosovës është shumë e rëndësishme që Shqipëria të jetë stabile. Unë nuk jam, kështë që thuhet kështu, fansi i verbër Edi Ramës, por unë e vlerësoj Edi Ramën për një gjë, sepse Shqipëria ka rritë GDP-në. Rritja GDP-s nënkupton mundësinë me investu në mbrojtje. Shqipëria për herë të parë, mas viteve të 90, është duke investu në mbrojtje. Për herë të parë, Shqipëria po harton plane edhe po ndërton struktura aktive që janë gjendje mi dalë në mbrojtja dhe në rast rreziku, se ka pas për 30 vjetë këtë gjë. Ushtria e Shqipërisë ka qenë improvizim, për herë të parë po investon Shqipëria miliona, qindra miliona, po futet kredije, po ndërton, e tash është shumë më rëndësi për Kosovën. Shqipëria të stabile, të jetë fortë. Nëse ne futemi Çfarë i thua Elvis Hoxhës që po kërkon? Elvis Hoxha është qytetar i Republikës së Shqipërisë. Çfarë u thua? Jo e konsideron në vetën tim. Është i lindur në i rritur në Shqipëri,
ai ka të drejtë në mendimin. Hüsamettin Ferrajt, ideologu tjetër, po. Ajo është i lindur, i rritur atje, me origjinë nga Kosova, po është i Shqipërisë. Ata janë pjesë asaj pakice në Shqipëri, në mendimin tim që nuk pajtohen me mua. Kjo është pika ku unë dhe ata nuk bim në pajtim në leximin e situatës. Në leximin e situatës, ata e lexojnë në një perspektivë të ngushtë, unë e lexoj në një perspektivë më të gjatë. Është e drejtë gjë, është e drejta e tyre, po është e drejta e tyre. Rama nuk e bëri përgjithë kurtin për. Absolutisht nuk do bën të krimi. Kujdes ta mirëmbaj. Presioni por shohim presionin deputet të kësaj partie. Presioni ndaj kryeministit Rama që të bëjnë ai akrobaci ka qenë i madh, sepse aty ka pas pak për drejtuar gishtin nga Kurti. Po, ka qenë i madh, në bazë asaj që u ndi, edhe ajo një gjë është që duhet me thonë është se ishte një farloj histeria, jo, sepse është një vit, edhe njerëzit tanë, për shembull, kur erdhen atje, ishin shumë të dukshëm, dhanë ca intervista, është për shembull një i cili në të folur duket nga Suareka, nga Slengu i thënë fare. Po, edhe domethënë ka marrë t'ja them një dy. Me yresh duke vu. Ka marrë t'ja them një dy fjalë di Ramës e të tjera e gjëra, domethënë e tjera. Ta shpall tradhti nga sheshi atë. Edhe domethënë ishin gjëra që ishin pak të vërejshme. Të rana. Pastaj ai deputeti që bëri video e të tjera, por kryeministri Rama është i vetëdijshëm që vetëvendosja është shtëpi e madhe, është shtëpi e madhe, edhe din që brenda vetëvendosjes ka njerëz me menime ndryshme. Si? Edhe njerëz që vetëvendosen me menime ndryshme. Pas e lexuan kursin e Kurtit që nuk i mirëmbajti këto raporte me Ramën për vite tëra, përkundazi. Pa një raport të akull të Kurtit me Ramën. Sikur gjithë ishin me nimene, me Elvis Hoxhën, Eyüp Ahmetin, Agim Batirin, Enver Dugollin, ti do i kishe 200.000 kosovarë atje. Edhe nuk shkon 200.000 kosovarë burr. Nuk kanë shku 200.000. Sikur t'ishte vetëvendosja në shesh, domethënë do shkonte Kosova atje. Sigur, domethënë, por kjo nuk ka ndodhur. Edhe Enver Dugolli e ka thënë të vërtetën, kur ka thënë që vetëvendosja si forcë politike nuk ka përshtypje. Tash ka aty njerëz që mendojnë që kanë kohë mjaftueshëm të lirë me shku në Tiranë, edhe më ia thon dy fjalë di Ramës, pak po e relativizon. Është gjë. Po e relativizon. Jo, e ka relativizuar vetë di Rama, kur tha që unë nuk më ia vendos gishtin Albin Kurtit, edhe ai tregoi përgjithshmëri, edhe fakti që Kosova vetëvendosja, jo Kosova, po vetëvendosja, se vetëvendosja nuk është Kosova, vetëvendosja ju përgjigj me atë deklaratën e Enver Dugollit që e bani distancimin formal. Mendoj që kjo temë u mbyll. Në sytë e media ndërkombëtare e fundit, Shqipëria po shihet që po e masovizon zemrimin në sytë e media kredibile ndërkombëtare, po e masovizon nën shqetësimin për investimet. Ata janë betejë ideologjike të Evropës kundër Trumpit, pa leva, ma le Evropa le të na kallëzon se në tjera jo çka do të investojmë në Shqipëri. Ka pasën si gjithsesi duket. Kosova, Shqipëria në sytë e komunitetit ndërkombëtar. Nëse do futen 4 miliard në ekonominë shqiptare, edhe aty do futen më tepër se 4 miliard. Kështu thon mediat aty. Më futen më tepër se 4 miliard. Shqipëria nuk do jetë ajo Shqipëria e cila duhet me lut në Bruksel ami do fondet. Kjo është Shqipëria e re thonë. Edhe ta Shqipëria e re do jetë Shqipëria e fortë, Shqipëri ku do ketë investime të fuqishme, miliardëshe. Edhe Shqipëria nuk do të ketë nevojë me kërku ndihmë apo kërkuj. Kjo është Shqipëria që duam, mund të dukem në veris këtë pikë, por nëse dukem pas punë e madhe, unë e dua Shqipërinë të fortë, Shqipërinë e cila s'ka nevojë me lyp lëmosh, e cila s'ka nevojë, jo më ka mis Amerikën, çfarë do më shumë, e priti Macroni Ramën. A e priti Macroni Ramën? E priti si problemin e kanë me Trumpin këto media, të majta thonë. E kanë me Trumpin, por është edhe është njësi në Kosovë, është hapësirë për eksperimente. Ata thonë. Laborator po është. Laborator për eksperimente politike. Ata thonë, vjosa është lumi i fundit i egrë në Evropë. Ashtë shumë shqetësohen. Ku meten lumejt e tjerë të egrë, pëse vish vjosa? Këta i zbutën, në Gjermant i zbutën, Francesët i zbutën, Spanjolt i zbutën, Italiant i zbutën lumejt e vetë, i zbutën lumejt e vetë. Hallën e kanë tjetër konë thu. Po, hallën e kanë tjetër konë. Donë dhe se donë me lanë Shqipnin vrim atje, që shkon kërkush, që shmerat kërkush. Në bërlog. Shqipnin e varfër, Shqipnin e mjerë, Shqipnin e dobt, edhe që Shqipënisë mush me sill ka të donë. Shqipënia e fortë, nuk i konvenon Serbisë, nuk i konvenon të tjerëve, domethënë edhe gjërë. Shqipënia e fortë
është interesi më i madh i Kosovës. Çdo njerëzit tonë para se mu nisim me shku atje me ia thon 2 fjalë Edi Ramës, le ta menojnë këtë gjë. Shqipënia e fortë është interesi më i madh që ka Kosova. Edhe është një gjë, ja përkujtoj. Ato që e ka thonë Edi Rama në intervistë, që e ka përsërit Ferit Hoxha në Prishtinë. Kush e prej Kosovën, e prej edhe Shqipërinë. Edhe kjo është gjëja që neve duhet të na interesu, asnjë gjë tjetër. Falenderoj për kohën, ishte kënaqësi. Faleminderit. Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast.